Tani llogaritë e opozitës nuk bën të tilla në karakter pragmatist që fitohet apo humbet në atë pjesën e opinionit publik. Është një sfidë në raport me të vërtetën. Me atë të vërtetë që ne prekim, e cila është dëshmuar dhe përgjatë këtyre zgjedhjeve, por dhe që është denoncuar para zgjedhjeve për mënyrën dhe procedurat si ka vepruar SPAK-u, si një mbështetës i qeverisjes, i Ramës, dhe si një mekanizëm shkrepës goditës ndaj opozitës. Shembulli moral më konkret është thirrja absurde e Berishës për t'u paraqitur me çfarë motivacioni askush nuk e di, dhe se çfarë ndodh aty brenda, ju e dini shumë mirë, firmos zoti Berisha gjithmonë një deklaratë shumë akuzuese ndaj SPAK-ut, realiste ndaj SPAK-ut, ndërkohë që dihet që çështja në mënyrë edhe kjo absurde është çuar për gjykim. Dhe ky detyrim paraqitje është një pjesë e funksionimit këtij mekanizmi shkrepës goditës, i cili u pa qartazi që është i tillë edhe në zgjedhjet që kaluam. U ngrit një task force që nuk produktoi asgjë përpos legjitimimit të një rezultati i cili është i dal nga një asgjësim i zgjedhjeve dhe i proceseve zgjedhore. Seja ka shumë përgjigje, po sepse një task force në radh parë funksionon si parandaluese e krimit, në rastin konkret të krimit zgjedhor. Dhe nëse ka një pyetje sa e parandaloi krimin zgjedhor, atëherë rezultati është baras me 0. Sa e legjitimoi është baras me maksimumin e pikëve, kush është maksimumi 10 apo 100, përdorim një koeficient të tillë, më thënë, subjektiv, por që ishte në maksimum. Pasi edhe denoncimet që u bën rresht nga Partia Demokratike si indicje të kallëzimeve apo indicje të provave të krimit zgjedhor nuk u morën në konsiderat. Dhe unë nuk i referohem thjesht akuzave për blerje vote nga eksponentët lartë të partive politike, partive të vogla dhe të mëdhaja të majorancës politike në terren, por po nisem për publikun nga veprimet që kreu kryeministri. A kreu krim zgjedhor kryeministri? Po, sigurisht dha bonus për 750.000 pensionistë që janë votues në një situatë zgjedhore, mori vendime me VKM për faljen e gjobave 3 ditë para zgjedhjeve, që është një ndërhyrje, zhvilloi takime me pjesën e drejtimit lokal. Në Shkodër e kam provuar vetë, në orare zyrtare, me njerëz të marrë me dhunë, detyruar në ambientet e bashkisë